Përshëndetje të gjithëve juve në studio, Ratyre Prapasken normalisht. Është kënaqësi që do kemi këto arsyesh nga Mitrovica që të bashkësëdojmë aq më shumë kur është fjala për Green Fest. Atëherë lëzim edicioni 16 i Green Fest nis më 12 gusht, që të thotë se ka mbetur edhe pak ditë deri në hapjen zyrtare. Si kanë shkuar përgatitjet deri më tani dhe çfarë pritshmërish keni për pjesëmarrjen dhe numrin e vizitorëve këtë vit? Padyshim se çdo festival kërkon kohën e vet të organizimit. Ne festivalin mund të them lirisht sapo mbarojmë një edicion fillojmë të tjetrin me përgatitje, kështu që për mos më tepër mund të them lirisht që ka 6 muaj më parë që kemi filluar me përgatitjet. Tashmë jemi në ditët e fundit. Edhe kjo pjesë pas kisha me qujtë përgatitje, po jemi tash në fazën e ekzekutimit, ku përgatitjet finale rreth ekspozitës, se çfarë do të kapet pas nesër, janë thuajse në përfundim. Pastaj pjesa tjetër teknike është duke organizuar në aktivitete tjera, me tek veçantë pjesën e muzikës, pastaj ka larmishmëri të tjera. Aktivitetesh, po megjithatë në pyetjen tuaj se sa presin vizitor, vitin e kaluar kemi pas diku rreth 5000 vizitor, që ka qenë një rekord në edicionet tona të festival, ndërsa si vjet, pa ndonjë modestim, mund të them lirisht se pritshmëritë janë që ta mbajmë atë shipër, po ndoshta edhe pse jo ta tejkalojmë. Po, përgjatë 5 ditëve, Mitrovica do të jetë mbushur me aktivitete të ndryshme, të cilat janë dedikuara për gjitha grup moshat. Çfarë mund të presin këtë vit të gjithë ata që do të vinë në festivalin Green Fest? Ne jemi kujdes që aktivitetet janë të larmishme, do të thotë e dim që ka vite dhe shumë gjeneratave të rinjve në Kosovë ju është pamundsu për arsye të ndryshme, ju është pamundsu eksplorimi ose vizita e qytetit Mitrovicës. Tashmë unë lirisht mund të them jeni pirësardhur sepse gjërat kanë ndryshuar, gjëja nuk është siç është promovuar vite më parë. Do të thotë kemi të bëjmë një qytet të qetë, normal, vizitueshëm, me plot jetë. E aq më shumë tash kur e kemi diasporën këndej pari, kështu që programin ka një larmishmëri, duke filluar nga ato që thash më herët, që synojnë promovimin e pasurive të trashëgimisë industriale dhe kulturore të Mitrovicës, andaj kemi qujtë vizitë Trepsha, për herë të parë kemi qujtë në kuadër të festivalit Green Fest. Do të thotë kemi organizuar disa ture që janë zakonisht në mëngjes për ta njohur anën tjetër të Mitrovicës. Edhe në anën pas kësaj do të ketë po ashtu aktivitete për fëmijë, si punëturi kreative, si dhe lojra të ndryshme për fëmijë, të cilat kryesisht lidhen me vetë temën e festivalit, edhe synojnë që të trajtojnë temat mjedisore në kuadër tyre. Përveç kësaj, në netët e mbrëmjes, para se të kalojmë tek muzika, ne kemi ofruar pranë lumit i për shfaqjet e filmave dokumentar, që zakonisht trajtojnë tema mjedisore, edhe që besoj që çdo pak do të ndikojnë në atë ndërgjegjësimin mjedisor që ne pozicionojmë. Ndërsa për pjesën më të pritshme nga audienca, normalisht që është pjesa e koncerteve ose muzikës, që në datën 14 dhe 15 do të kemi 2 net me plot muzikë, plot artistë të rëndësishëm të skenës muzikore, të cilët do ta pastrojnë edhe më tej këtë pako të këtij edicioni. Duke se keni përgatitur aktivitete të ndryshme dhe të lloj-llojshme për gjitha grup moshat, por çdo edicion i Green Fest zhvillohet me një temë të caktuar, e cila më pastaj përcakton edhe frymën e festivalit. Cila është tema e këtij edicioni dhe pse e zgjedhët pikërisht atë temë? Po, tema si vjetshme është reflekto, është një temë me cila gjatë diskutimeve si organizator që jemi, kemi ardhur te kjo temë për shkak se në zhvillimet që po ndodhin gjithë botën, dinamikat që po ndodhin në jetën tonë, zhvillimet teknologjike, zhvillimet urbane, edhe gjithçka që po na rrethon, thuajse na ka marrë pak vëmendjen dhe na ka futur, thotë që nuk po arrijmë të ndalemi vetëm pak, marrim frym edhe të reflektojmë, të shohim disa gjëra që kemi harruar, që ekzistojnë përreth nesh e që nganjëherë nuk i shohim, e që shpesh ndoshta i kalojmë pa i pa. Po flas këtu për gjithë ekosistemin e natyrës, shpesh kemi pa që kemi harruar si duken zidëllonjat, kemi harruar si duken bletët, si është ndonjë insekt që kemi afër nganjëherë dhe kemi prik nga ato, kështu që jemi të jetuar në një tjetër botë, saqë po harrojmë që jemi të rrethuar nga një biodiversitet i pasur, cili po ashtu është pjesë e
këtij universi dhe kësaj jete që jetojmë, andaj tema është reflekto, edhe po të bëjmë më shumë atë se çfarë po humbasim. Si pyetje rreth temës është çfarë po humbasim e nuk jemi duke ditë që jemi duke humbur. E vërtet një temë shumë me qëlluar, por programi i Green Festit, pra si që treguat edhe ju, ndërthur disa fusha të artit dhe të kulturës, nga ekspozitat e promovimet e librave, te muzika, filmi dhe aktivitetet e tjera. Po sa sfiduese ka qenë që të ndërtohet një program ka gjithë përfshirës? Festivali në çdo vit synon që të jetë i larmishëm, nuk është një festival vetëm i muzikës, normalisht është festival multidisciplinar. Harrova ta përmend, kemi edhe ciklizëm për ata që dëshirojnë ciklizmin, do të kemë mundësi të eksplorojnë një pjesë të bukur të Mitrovicës në Rëtin. Po ashtu ecjen në natyrë që thash më herët, do të ka ekspozita artistike që kemi sjellë për herë të parë, është artistë nga qytete ndryshme të Kosovës që kanë ardhur me temën me vetë temën reflekto. Do të thotë është një temë, një ekspozitë eko-artistike kisha më thujt. Edhe si e tillë, po besoj që sadopak po me sjellë edhe vizitorë edhe nga shkollat edhe nga të rinjt që sadopak të diskutohet mbi këto probleme mjedisore që ne ballafaqohemi jo vetëm në Mitrovicë, por në gjithë Kosovën. Kështu që për ne është kënaqësi që kemi një larmishmëri të tillë aktivitetesh, sepse secila i ndihmon njëra tjetrës edhe pasurohet si program, edhe normalisht që na bën neve të ndihemi mirë me që kemi çfarë ofrojmë. Po cili është mesazhi kryesor që ju dëshironi ta përcjellni përmes edicionit të si vjetëm? Siç e theka dhe më parë, do të tema është reflekto, mirë po mesazhi e këtij edicioni është të ndalemi pak dhe të reflektojmë mbi atë se çfarë jemi duke humbur, e që këtu ka shumë për të menduar e për të gjetur e për të reflektuar. Kështu që reflektoni, po njëjtë kohë dhe veproni. Kjo është çka kishim të thonë për këtë edicion. Të rinjt kanë qenë gjithmonë një nga shtyllat kryesore të Green Fest. Sa i rëndësishëm mbetet angazhimi dhe përfshirja e tyre në jetësimin e festivalit? Padyshim, sot pata rasti të takoj 10 vullnetarë të cilët veç kanë filluar punën edhe është kënaqësi që sa i shohim përfshirë me plot entuziazëm, një muzikë që i përcjell vazhdimisht që gjitha energji e tyre ne na bën të entuziazmuar që t'japim sa më shumë hapësirë, t'japim sa më shumë mundësi që dikun dika ta gjejnë veten, të gjejnë një profesion ndoshta të ri se kanë menduar më parë, edhe në këtë formë se jo t'i krijojmë mundësi dhe punësimi. Kështu është praktika jonë në festival edhe çdo herë kemi pas rast kur kemi zbuluar talent të ri të një fushë specifike dhe pastaj ata vetëm janë shndruar në punëtor të përhershëm të festivalit. Gjithë që për ne është kënaqësi që kjo një farë forme festivali është një platformë që përveç që ka kauzën mjedisore dhe argëtuese në të kohë, normalisht që është një platformë që ofron të rinjve mundësi për t'u angazhuar, për të ngritur kapacitetet e tyre dhe pse jo për të punësuar. Një mundësi shumë e mirë për të rinjt, po Lulzim na trego pak edhe për Visit Trepça Tour, si do të zhvillohen ato? Bëjmë para pas çdo mëngjes, fillohet nga qendra e qytetit, ku është një gati viti i dytë që Visit Trepça është duke ofruar ture të lidhen më shumë me trashëgiminë industriale të Trepçës, dhe normalisht si qytet edhe vetë Mitrovica është e lidhur shumë ngushtë me historikun e Trepçës, andaj gjithçka që do të mësojnë gjatë rrugtimit do të jetë e lidhur me vetë historikun e Trepçës, me gjithë ato që ka lënë pas, po edhe pse jo edhe planet që janë në si potencial për zhvillimin e Trepçës, qoftë edhe duke ofruar shërbime për industrinë kreative dhe çështje krejt inovative, që ndoshta më herët nuk kanë qenë aq evidente. Një komponent i rëndësishëm i festivalit është edhe ai edukativ. Pse vazhdon të jetë kaq i rëndësishëm ky aspekt për ju dhe çfarë synoni t'i ofroni të rinjve përmes tij? Ne çdo vit për çdo festival normalisht që bëjmë edhe udhëtime, edhe angazhojmë të rinj, organizojmë debate, përveç asaj bëjmë aksione mjedisore apo mbjellim edhe bidone. Ne rrugës sipër me punimet që i bëjmë me grupet e të rinjve dhe të tjerëve, e bëjmë një farë ndërgjegjësimi, një lloj edukimi indirekt, saqë të gjitha ato dhëra, dona edhe ato aktivitete që lindin si ide, provojmë i sjellën një format të një dokumenti që quajmë policy paper,
e që për neve ajo është një lloj manifestimi i komunitetit, i shoqërisë drejtuar institucioneve lokale. Për ne kjo është një më shumë se edukim, është një informat ose një ndërgjegjësim se çdo njeri, çdo qytetar ka të drejtën të rekomandojë ose të delegojë propozime konkrete se si e dëshiron qytetin apo fshatin apo rrethinën ku do të jeton se si është në të ardhmen. Andaj për neve kjo është aktivizimi i trive drejt për drejt është më shumë se sa një edukim në formë ligjërate, por padyshim që edhe në këtë drejtim ne kemi synuar që të përfshijmë një audiencë më të gjerë, e cila gjendet në mediat sociale, duke ofruar Green Talks, janë 4 ekspertë të cilët i kemi përfshirë në temën Reflekto, duke ofruar një lloj podcasti i cili do t'ja mundsoj të rive që të dëgjojnë, të mësojnë njëtën kohë përmes telefonave të tyre apo përmes pajisjeve elektronike. Do të thotë janë 4 ekspertë me 4 Green Talks, fjalime interesante që besoj do t'japin edhe informata të duhura mbi këtë temë. Po, në disa aktivitete shumë të mira dhe edukuese për të rinjtë. Por nga përvoja juaj si themelues dhe drejtori i festivalit, çfarë mendoni se veçon edicionin e 16 të Green Face-it nga edicionet më parshme? Rrota kjo tash në 16 vjeçar është rrit, është bëu gati teenager nëse mund ta shohim. Festivali është tuet tash më rrugë në hapat e vet, edhe po besoj që nëse i bën 18, veç do ta lëm këto të letetë i pavarur, sepse për momentin është në kuadër të organizatës shtatare dhe pak halat duke u përkujdesur se organizata për të si festival. Po, çfarë kisha me veçuar që ka bën një rrugtim të jashtëzakonshëm në një qytet të jashtëzakonshëm, për shkak se vetë Mitrovica është një qytet që ka kalu në për sfida të ndryshme dhe si e tillë ka pjek festivalin në një formë më të veçantë se këtë festivalit tjera në Kosovë, nga se është fillu nga zeroja edhe ja ku i ka bërë 16 vite me shumë sfida dhe me suksese të njëjtën kohë. Një festival i përmasave të tilla kërkon jo vetëm punë dhe përkushtim, por edhe mbështetjen e komunitetit. Sa rëndësishme ka qenë për ju përkraja e komunitetit dhe aktorëve të tjerë në realizimin e këtij edicioni? Padyshim se ne nuk do të kishim bërë 16 vite përbojë në këtë organizim, andaj padyshim që përkraja e komunitetit është thelbësore, edhe kur themi thelbësore është ndoshta pamohueshme dhe pjesë e përbërëse e vetë organizimit, për shkak se ne pa komunitetin se kishim bërë asnjë edicion, se kishim ndërprerjen e fillim. Andaj vlen të falenderoj të gjithë qytetarët, miq, dashamirë që na përkrajnë vazhdimisht, duke filluar dhe prej donatorëve, sponsorëve dhe institucioneve, qofshin të ato të nivelit qendror dhe lokal, sepse të gjitha bashkërisht me aq sa kanë pas mundësi, me aq sa mundem, kanë kontribuar që të mërrim drejt këto dhe të ecim tutje. Vlen të kujtojmë që ne përkrahemi nga Ministria e Kulturës dhe në njëjtën kohë kemi përkrahje lokale nga komuna e Mitrovicës, por festivali ynë, si shumë festivale tjera, nuk është se i arrin të gjitha nevojat i plotësoj nga këto përkrahje, nga se festivalet kanë kosto shumë të mëdha se sa që mendohet. Por megjithatë ne çdo të bëjmë përpjekje që edhe qytetarët të përfshihen në këtë proces dhe të jenë po ashtu pjesë përkrahëse e kontributive të këtij rrugtimi, i cili po ashtu ka nevojë për një qëndrueshmëri në vitet që të mbetet gjallë dhe i fortë dhe vitet tjera. Lulzim, përveç Green Face-it ju drejtoni edhe qendrën 7 arte, e cila prej vitesh vepron përmes artit, kulturës dhe aktiviteteve të ndryshme. Si do ta vlerësonit punën dhe aktivitetet e 7 arte gjatë këtij 6 mujori, të cilat kanë qenë disa nga zhvillimet më të rëndësishme? Ne normalisht që jemi të përqendruar të punojmë me komunitetin e lagjën Punili Parë, që është një lagje në drejtim të Sharit së Bajgorës, dhe kemi arritur që gjatë 6 muajve të punojmë me komunitetin atje, të marrim analizën mbi gjendjen mjedisore atje, mbi problemet që kanë me lumin, me problemet me mjedisin, me përgjithësimi problemet që ata qytetari kanë shprehur. Andaj ne në fund në bashkëpunim me ekspertë të kësaj fushe të urbanizmit, të arkitekturës edhe të fushave tjera mjedisore, kemi arritur të hartojmë një dokument rekomandues, i cili do të dërgohet ditëve në vijim gjatë festivalit,
do të drejtohet komunës së Mitrovicës me shpresë që ata do ta përfshinë në planin e zhvillimit komunal. Sta më parë që të mundet në mënyrë që ato rekomandime, ato ide të përfshihen dhe pastaj të implementohet plani i veprimit edhe në atë punë shohim që bëjmë një ndryshim në komunitet, një ndryshim konkret, një ndryshim që mund të ketë dobi pastaj në gjitha lagjes, në gjitha zonë. Po përveç kësaj ne si organizatë normalisht që kemi filluar një bashkëpunim edhe me ndërmarrjen e Trepça, e cila tashmë ka një mundësi të re, një partner të mirë, mund ta thuaj ashtu me modesti, nga se ne si organizatë jemi shndruar në një lloj operatori se bashkëpunëtori i Trepçës, duke promovuar asetet dhe vlerat e trashëgimisë industriale të Trepçës përmes Mitrovicës, përmes Trepça, le të themi ashtu. Po në njëjtën kohë dhe duke ofruar hapësira për xhirimin apo promovimin projekteve audiovizuale që mund të jenë spote, filma, reklama të ndryshme e që në njëjtën kohë mund të realizohen në këto hapësirat e Trepçës. Prandaj e gjithë kjo është bërë po ashtu këtë vit dhe ne si organizatë së shpejti do dalim me informata të reja mbi këtë partneritet, në mënyrë që skena dhe industria kreative e Kosovës tashmë ta ketë një platformë akoma më të gjerë, një zonë me plot mundësi për të shfrytzuar në dobi të skenës kreative. Edhe kjo na bën krenar nga se ne jemi duke parë pasurinë e Trepçës jo vetëm atë nën tokë, po po shohim edhe pjesën tjetër që është mbi tokë. Andaj kjo është edhe ajo që e kisha besuar si një të arritur të këtij viti. Atëherë Lulzim, faleminderit shumë për gjitha këto informacione që i ndat me ne, ishte shumë kënaqësi, juve shumë suksese me festivalin. Ju faleminderit të juve, vetëm harrova ta përmend që Shtatë Artës si veti ka bërë 20 vite, edhe për neve këto 2 dekada kanë shumë rëndësi të madhe dhe po shpresoj që kjo është arritur edhe fal bashkëpunimit që kemi me mediat dhe tek veçantë edhe me juve si KTV. Ju faleminderit. Faleminderit shumë.